Si ka mundësi që popujt e Bashkimit Evropian befas nga popujt që filluan të binin në skepticizëm, nga popujt që filluan të binin në një lloj zhgënjimi, nga popujt që filluan të binin në kurthin e atyre që ju thoshin të dalin nga BE-ja, befasisht shfaqen si popuj që e duan BE-n më shumë se kur, sepse sot BE-ja është dhe çështje e garantimit të sigurisë në kuptimin strikt të fjalës. Sot BE-ja është edhe një çështje ekzistenciale në një botë ku lufta nuk është më një dokumentar bardhëzi, po është një realitet në dyert e BE-s, në një botë ku gjeopolitika nuk është më ajo që ishte deri para disa muajsh, në një botë ku BE-ja po përjeton një zgjim të madh. Ene, Shqipëria, shqiptarët, a ka interes më të madh se sa të hymë sa më parë në BE dhe të jemi trimi i mirë me shok shumë, por në këtë rast një trim me shok shumë më të mëdhej, shumë më të fortë, që të gjithë bashku mbrojnë të njëjtat vlera, funksionojnë mbi të njëjtat parime dhe garantojnë sigurinë e përbashkët. BE-ja është edhe përfitim kolektiv, përveç përfitimit individual, që e shpjegova që buron nga pasaporta. Shikoni çfarë ka ndodhur me Kroacinë, është eksaktësisht çfarë do të ndodhi me Shqipërinë. Kroacia, deri në momentin e hyrjes në BE, ka pasur të ardhura ekstra buxhetit vet si mbështetje nga BE-ja 126, 141, 151, 156 milion vjetore. Në totalin e vet në të gjitha ato vite, ato nuk bëjnë as 1 miliard. Ne, në totalin e viteve që qeverisim, kemi pasur diçka më shumë se 1 miliard. Dhe 1 miliard mbështetje, 90% kredi, 10% para e falur, pra jo borxh. Shikoni çfarë i ka ndodhur Kroacisë sapo është bërë antare e Bashkimit Evropian. Kjo do t'i ndodhi Shqipërisë sapo të bëhet antare e Bashkimit Evropian. 1 miliard e diçka më shumë çdo vit dhe 90% para e falur, pra grant, dhe vetëm 10% kredi, pra borxh. Sepse në BE hym në një familje që është ndarë në 2 pjesë, kontribusit dhe përfitusit. Kontribusit janë vende mëdha, janë vende zhvilluara, janë Franca, janë Gjermania, Hollanda, e me radhë, që japin financiarisht më shumë se sa marrin. E dëgjuat mirë, japin më shumë se sa marrin. Dhe BE-ja ju duhet shumë si një treg i madh i përbashkët, ju duhet shumë si një perimetër vlerash dhe parimesh, dhe ju duhet shumë si një zonë e gjerë zhvillimi. Ndërkohë që grupi tjetër, ku do të hymë dhe ne me hyrjen në BE, janë përfitusit. Janë ata më të vegjëlit që në një familje ndihmohen nga më të mëdhenj. Janë ata më të dobtit që në një familje ndihmohen nga ata më të fortit. Dhe një llogari shumë e thjeshtë për ta mbyllur, nëse deri më sot nga BE-ja, për bujqësinë, ne kemi marrë më pak në të gjitha këto vite se sa 200 milion euro, shumë më pak, ne do të marrim 300 milion euro në vit vetëm për bujqësi.